Po, normalisht, sikur që e ketë njohur. Sepse më falë, kemi njerëz që janë futur thjesht shkojnë për xhuma dhe është bërë shkak xhumaja pasaj që t'jem besimtar, ka për atyre që është bërë shkak diçka tjetër, po ka për atyre që edhe Ramazani, shkuarje në haxh, ka menduar të shkoj për turizëm, edhe ka prej këtyre të cilët pa hënë ta provoj të futem, ta gjëroj edhe ndodh pastaj që vetëdijson edhe e rrokin kuptimsinë e mirë edhe efektin e kësaj disipline. Po. Njeriu, dhe më thonë, i formon bindjet e tij në bazë të mshirës që e merr nga pala që don me e bind, në bazë të dashurisë. Dhe njeriu është një krijesë e cila, dhe më thonë, mund të nështrohet dhunshëm, por nuk bindet dhunshëm. Andaj mund të duket në aspektin e jashtëm se të don, por nëse nuk të don, nuk të don. Nga se ajo që të don me të është brendia. Andaj, ne kemi nevojë që njerëzve, para se të flasim për obligueshmërinë e agjerimit, veçanërisht kësaj kategorie, para se të flasim për dënimin që i pret, nëse nuk e respektojnë këtë urdhën, duhet të flasim për vetë atë që i ka obliguar, për Zotin. Dhe mendoj se sot, jo vetëm tek ne si musliman, por mbar botën njerëzit nuk e njohin Zotin sa duhet. Dhe kam bindjen, dhe këtë bindje e kam përcjell dietar shekull pas shekulli, se njeriu po ta njihte Zotin është e pamundshme, nuk do të kishte mundësi të rezistante e që mos t'i bindet atij apo. Është e pamundshme. Dhe ka një varg, domethënë, ndoshta pikash, faktesh, argumentesh që njeriu duhet të ballafaqohet me to çdo ditë, që nuk kanë të bëjnë me aspektin e dënimit vetëm, por kanë të bëjnë me aspektin e mëshirës, dhe kjo është baza. Nga se mëshira e Zotit te i kalon hidhrimin e tij, te i kalon dënimin e tij. Dhe një nga dietarët, domethënë e njohur, Ibn Qayyimi, Allah më shëroft, kur i këshillon hoxhallarët dhe ligjëruesit se si duhet të ligjërojnë nëpër xhumat e tyre, si duhet të drejtojnë popullit, nuk flet për tema, për shembull ti klasifikon fol kët xhumo kët, fol kët, nuk ka më rëndësi çka do të flasësh ti. E rëndësishme është, thotë Ibn Qayyimi, Allah më shëroft, se e rëndësishme është që njerëzit kur ndahen prej teje ta dojnë Zotin më tepër. Kjo më rëndësi, çfarë ti më flet ti është çështja jotja, po më rëndësi është që ai kur largohet prej teje, ti shtohet dashuria më tepër ndaj Zotit. Dhe pikërisht, njeriu që e don Zotin, e din se dhe pas qindra mëkateve e ka një Zot që e pret për të penduar. E din se dhe pas një 10 vitesh, ndoshta dekadash të kaluara në mëkat, e ka një Zot që është i mëshirshëm dhe që mëshira e tij absolutisht nuk është e sfiduar me mëkat tek tij. Ka pas njerëz, vëllai nderuar, mirë gjatë historisë, madje të përmendur në hadithe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që kanë bërë krime, jam i bindur që nuk kanë trojtuar njëri që ka bërë aso krimesh. Nuk ka. Sa për të ilustruar njeriu i cili për shembull ka vrarë 100 vet i ka vrarë, domthon pa i trembur syri fare. Dhe prap dashuria ndaj Zotit dhe respekti për të dhe nevoja për të e kanë shtyrë që të kërkon një rrugdalje nga kjo krizë që ka kapluar. Dhe megjithatë ka gjetë pendimin. Dhe jo vetëm kaq. Procesi i pendimit nuk e ka përfunduar tërësisht ai. Nga se nga ajo është kërkuar ta bëjë një veprim që ai ka bërë më pak se gjysmën e tij. Dhe sipas të gjitha vlerësimeve ky njeri më afër ka qenë gjendjes së krimit se sa stacionit të pendimit. Por megjithatë dashuria ndaj Zotit, mëshira ndaj tij ka bërë që të falet atë. Madje ka pas njerëz që janë përmendur se kanë bërë veprime ndoshta që teorikisht prekin themelët e besimit, sikur një njeri i cili para se me vdekur ka porositur bijtë e tij që ta djegin. Dhe kur e kanë pyet djemtë pse ta bëjmë kët, ka thonë më dëgjni dhe pastaj hirin shpërndarën në për të shkëtirën. Nga se po më mblodhi Zoti, dhe kjo është një lloj dyshimi fuqinë e Zotit, apo do të dënon dënim të dhimbshëm. Por ai këtë nuk ka bërë nga mohimi, nga urrejtja për Zotin. Nga frika. E ka bërë nga një lloj turpi para Zotit. Po. Nga një lloj turpi para Zotit. Dhe kur Zoti e ka pyetur pse e ke bërë këtë, ka thënë Zoti nga frika ndaj teje dhe nga turpi për ty. Dhe kjo ka qenë shkaktare që Zoti t'ia falë atij. Andaj këto histori janë të rëndësishme, këto përvoja janë shumë të rëndësishme që të komunikohet me këtë kategori të njerëzve. Nga se zakonisht njerëzit sot kanë, domethënë, pengesat kryesore që nuk kthehen te Zoti, mund të jenë të përkufizuara në dy. E para, kompleksi çfarë do thonë njerëzit për të kaluarën që e ka bërë, dhe kjo absolutisht do të thotë është e paqëndrueshme dhe pa bazë, dhe e dyta, ku të kthejmë tash pas tërë aso që e kam bërë. Unë them se dashuria ndaj Zotit ndihmon te kalimin e të dyjave. Njeriu kur e don dikën, atëre shkrihen komplekset, largohen ngarkesat, largohen problemet, nga se dashuria është hyn që
të bën ato që ndoshta në gjendje normale nuk do ta bënte kurrë. Dhe gjithashtu bindja në mëshirën e Zotit e bën që ai të i kalon të kaluarën e tij për shikuan e të ardhme përpara. Dhe për fund nëse më lën dua të them një fjalë që e preferoj shpesh ta them se mendoj është shumë ilustrative. Ka të bëjë me një përvojë të një dietari të quajtur Fudal ibn Iyad. Ky njeri ka qenë shumë kriminal i madh. Ka qenë shumë problematik. Në moment caktuar me ndëgjuar të një fjalë të Zotit pendohet dhe pendim aq cilësor sa që e bën nga dietarët dhe adhurues të njohur. Por ai nuk e harron përvojën e tij të kaluarën dhe një herë takohet me një njeri dhe bisedojnë për të kaluarën. Dhe pyet sa vjet i ke, i thot 60 vite i kam. Thot si duket afër qenke, do thot afër që të kalosh nga kjo botë. Atëherë ky njeri disi si trishtohet nga ky përkujtim, thot atëherë çfarë të bëj? Nga se 60 vite të kaluara ndryshe, tash si duket nuk kam edhe shumë mundësi për të përmirësuar. Dhe ai jap një mesazh të qartë që un kam dëshirë çdo njeri ta marrë këtë mesazh seriozisht nga ky njeri me përvojë edhe me të kaluar të shëmtuar, por me të ardhme të jetë ndryshur që e ka përmirësuar vetën e tij. Ai ka thënë, përmirësoje atë që të ka mbet, ta fal Allah që ka kalu. Nëse e kaluara 60 vjeçare është e zym, por një ditë është e mirë, ajo do të mbetet kriteri vlerësim për ty ditën e takimit me Zotin tënd.